Kalaja e Ergjiros në qytetin e Gjirokastrës vijon të mbetet një prej destinacioneve më të preferuara për të vizituar si nga vizitorët vendas ashtu edhe të huaj, që zgjedhin të vizitojnë jugun e Shqipërisë. Pra edhe pse temperaturat janë të ulta dhe koha nuk i favorizon, përsëri ky sit turistik po njeh vizitor të shumt. Yes, it's the first time in Albania. Është hera jonë e parë në Gjirokastër dhe Kalaja e Ergjiros na ka lënë pa fjalë. Pamja është e mrekullueshme dhe historia që mbart ky vend ndihet në çdo hap. Është një nga vendet më të bukura që kemi vizituar në Shqipëri. Më pëlqen shumë arkitektura dhe mënyra se si ruhet Kalaja. Nga lart shikohet i gjithë qyteti dhe ndihet sikur po udhton pas në kohë. Do ta rekomandoj patjetër si një destinacion që duhet vizituar. Gjatë vitit që lan pas, rreth 307.000 turistë vizituan Kalan e Gjirokastrës, ndërsa fluksi vizitorëve nuk ka munguar as në sitet e tjera turistike të qarkut. 307.000 vizitorë vizituan Kalan e Gjirokastrës për vitin 2025. Gjithashtu kemi patur dhe një numër të mirë vizitorësh, do të thoya në Parkun Arkeologjik të Antigones, i cili administrohet nga Ministria e Kulturës, Turizmit dhe do të thoya që kemi një vizitueshmëri të shtuar në objektet e kultit, konkretisht në Kishën e Labollës së Kriqit, monument kulturor kategoria e parë, apo edhe manastirit e Luginës të Drinosit. Doja të përmendja edhe në zonën e Përmetit kemi patur disa objekte si Kisha e Leusës apo Kisha e Kosinës, monument kulturor kategorisë të parë, apo Kisha e Shën e Premtes në qytetin e Përmetit. Në qytetin e Gjirokastrës kemi muzet tradicionale si muzeu Shtëpia Kadare apo muzeu etnografik, të cilët vazhdojnë të kenë një numër vizitueshmërisë edhe sipas informacioneve nga organi administrativ Bashkia e Gjirokastrës, kanë patur një rritje të vizitorëve. Me panoramën mahnitëse që të ofron, edhe gjatë kësaj periudhe dimri nuk kanë munguar dhjetra vizitorë nga vendet të ndryshme të botës.